Ne nuk mundem e nal dhe dëkën mos me pas një marrëveshje politike, mirë po t'jenë transparent me publikun, me qytetarët, me gazetarët, me gjithë popullin. Ne s'mundem me pengu një marrëveshje LDK-VV, nëse ata i kanë premisat, nëse ata e kanë një marrëveshje të tillë, dhe të vinë kuvend, ta konstituojnë kuvendit, mos të shkelin kushtetutën, por ta zgjedhin edhe president. Ne me kolege kom diskutu, ndoshta është mirë me shtu edhe një kusht që të zhbëhet ligji për shtetësinë e Kosovës, është një ligj i cili po e dëmton Kosovën. Për ne është më rëndësi çka e jo kush. Pra, për ne është më rëndësi institucionet e ardhshme të Kosovës. A do të futin Kosovën në gazën, në projektin amerikan të gazit, a do të krijojnë, respektivisht ndërtojnë kapacitetet me çmyrë për energjetikën e Kosovës, e të tjera për secilën pikë, dhe në secilin variant, kushdo dhe çfarëdo marrëveshje që del nga parti tjera, ne do të shohim se çka ka në atë marrëveshje dhe jo kush janë. Pra, është tepër e qartë, aleanca mbetet në qëndrimin e njëjtë, sepse ka qenë e para dhe e vetmja që po flet për përmbajtje e jo për emër. Aksioni im ka qenë krejt spontan. Nëse a ditë kishë ndodhë konstituimi i kuvendit, nuk ka pas zhvujtje me bezë, s'ka pas skenar tjetër, s'ka pas organizim tjetër. Kjo është një manipulim i radhës i lëvizjes vetëvendose, dhe kjo nuk është arsyeja sepse s'ka pas. Unë po marr një aksion simbolik me kushtin që ky njeri të respektoj Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Të ngrisim shqetësimin dhe alarmin për zhvatje buxhetore që po i ndodh Kosovës gjatë kësaj periudhe jo kushtetuese. Dhe jemi duke folë për gjysmë milioni euro zhvatje vetëm për pagat e militantëve të lëvizjes vetëvendosje në zyret e qeverisë. Është e qartë se janë 463 të emëruar politik në institucionet qeveritare, pra po flasim për kabinetet, këshilltarët, shoferët e të tjerët, të cilët kanë qenë të emëruar ligjërisht para zgjedhjeve të 7 qershorit. Por, sikurse është e qartë me kushtetutë në nenin 72 dhe në ligjin për qeveri në nenin 26, ai i cili certifikohet si deputet dhe jep mandat e betimin si deputet, nuk ka të drejtë të ushtrojë detyrën e ministrit në qeverinë e Republikës Kosovës. Rrjedhimisht që atë ditë asnjë i punësuar nga këta ministra uzurpatorë tashmë nuk kanë të drejtë të futen në zyret e qeverisë. Shuma e përafërt e pagave të këtyre militantëve të lëvizjes vetëvendosje në zyret qeveritare është 486.150 euro në muaj. Pra po flasim për shumën 486.150 euro në muaj, të cilave i shtohen edhe mbushjet e telefonave, i shtohen veturat dhe karburantet, i shtohet reprezentacioni e të tjera dhe rrjedhimisht e kalon shifrën për gjysmë milioni euro zhvatje në të buxhetit popullit Kosovës. Fjalia e famshme e cila po ndodh sot është gjakderdhja financiare. Pra pikërisht këta që kanë ngritur këtë fjali në publik, sot në mënyrë tepër të qartë po bëjnë gjakderdhje financiare në Kosovë.